Ndonjëherë, gjëja më e rëndësishme që mund të themi është një fjalë thjesht, faleminderit. Një fjalë që nuk kushton asgjë, por që ndryshon shumë. Mirënjohja e bën zemrën më të lehtë. Kur falenderojmë, e shohim bukurinë edhe në gjërat më të vogla. Një faleminderit, i thënë me sinqeritet, ka fuqinë të ndryshojë një ditë, të forcojë një lidhje, të sjellë dashuri. Faleminderit është një fjalë e vogël me fuqi të madhe. Ajo forcon lidhjet dhe na ofron më shumë me njëri tjetrin. Kur falenderojmë, ne ndalemi për një moment dhe vlerësojmë njerëzit përreth nesh, prindërit, mësuesit, shokët dhe shoqet, dhe çdo njeri që na ndihmon çdo ditë. Kur falenderojmë, e bëjmë botën më të butë. Mirënjohja është dhuratë për veten dhe për të tjerët. Le ta praktikojmë falenderimin çdo ditë, në shkollë, në familje, në rrugën tonë të jetës. Sepse kur falenderojmë, zemra qetësohet, mendja hapet dhe jeta na jep më shumë arsye për të buzëqeshur.